24 vjeçari shqiptar humb jetën pas plagosjes me thik ndalohet 32 vjeçari. Një konflikt në një qytet në provincën e Cremonës përfundoi me vdekjen e 24 vjeçari shqiptar në Dalipa, i riu sulmua me thik mbrëmjen e të dielës në zonën e Viale Italia, ku mori disa plagë në qafë. Pas incidentit, ai u transportua me urgjencë në spital në gjendje kritike, por mjekët nuk mundën ta shpëtonin. Për ngjarjen është ndaluar 32 vjeçari Mattia Miralja, banues në Vescovato dhe pa precedent penal. Miralja ka mbetur gjithashtu i plagosur dhe po merr trajtim në spitalin Maggiore në mbikëqyrje në autoriteteve, ndërkohë karabinierët po vjojnë hetimet për të sqaruar të gjitha rrethanat e krimit. Dyshimet e para të hetuesve lidhen me motive sentimentale dhe xhelozin për një vajzë. Përplasja mes 24 vjeçarit dhe të dyshuarit nisi në një lokal ku të dy kishin debatuar dhe situata dukej se ishte qetësuar pa pasoja të tjera. Më pas, në Dalipa i shkoi së bashku me vëllezërit e tij pranë banesës së 32 vjeçarit në Vescovato. Sipas rindërtimit paraprak të autoriteteve, Miralja doli nga banesa me thik. Plagosi fillimisht në bark një nga vëllezërit e viktimës dhe më pas goditi disa herë në Dalipajn, plagë të cilat i shkaktuan vdekjen.